Fenomeni shkodran Luis Eli duket se ka rëmbyer vëmendjen e të gjithëve. Ai duket se ka thyer sërish rekord me lajmin që po qarkullon kudo nëpër rrjet. Një nga episodet më të komentuara së fundmi në Big Brother VIP 4 është dënimi i Gjestit, një nga banorët e shtëpisë, i cili është detyruar të vishet si pul si pjesë e një ndëshkimi brenda lojës. Ky moment nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku dhe nga fenomeni shkodran Luis Eli, një personazh shumë i dashur nga fansat i cili ka reaguar në mënyrën e tij unike. Luisi, i njohur për sensin e tij të humorit dhe mënyrën ironike të shprehurit, ka publikuar në profilin e tij Instagram një video ku shfaqen dy zogj të vegjël lodër duke ecur, një krahasim i qartë dhe një tallje e drejtpërdrejtë ndaj situatës së Gjestit. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë pas kësaj videoje që shkodrani i zemrës ka publikuar një ditë pasi Gjesti u detyrua të vishej si pul. Pavarësisht interpretimeve të ndryshme, një gjë është e qartë, Luisi mbetet një fenomen që nuk lë asnjë rast pa e kthyer në spektakël. Ajo që dihet me siguri është se çdo lëvizje e Luisit vazhdon të mbajë gjallë bisedat mes fansave të Big Brother VIP dhe të prodhojë momente që bëhen virale. Fenomeni shkodran Luis Eli, edhe pse jashtë shtëpisë së famshme, vazhdon të mbetet një nga personazhet më të përfolur shqiptar dhe një mjeshtër i tërheqjes së vëmendjes. Me siguri të gjithë e kanë marrë këtë video si një moment humoristik të shkodranit të zemrës, i cili duket se nuk humbet asnjë mundësi pa shfrytëzuar për të rrëmbyer vëmendjen. Videoja e tij po bën xhiron e rrjetit duke u komentuar jashtëzakonisht shumë dhe ç'është më e rëndësishmja duke u komentuar pafund. Duket se shumica prej njerëzve e kanë pëlqyer shumë këtë reagim jo të drejtëpërdrejtë të fenomenit shkodran që siç duket nuk i ndahet thumbimeve kundrejt njerëzve që pretendojnë se mund të jenë si ai dhe të kalojnë rekordet e tij. Çdo koment apo veprim i tij kthehet menjëherë në temë diskutimi dhe, siç duket, ai e di shumë mirë se si të mbajë interesin e ndjekësve të tij të zjarr. Pasi videoja u shpërnda gjithandej, komentet nuk vonuan. Disa e vlerësuan si një batutë të lezetshme tipike të Luisit, duke qeshur me mënyrën e tij të bërit humor, ndërsa të tjerë menduan se ndoshta kjo ishte një goditje e fshehtë por e nënkuptuar ndaj Gjestit.